Unë jam Johona Bishe, jam 19 vjeçare, vi nga Mitrovica, për ndryshe jetoj në Suedi. Tash vesaj kom kryer shkollën e muzikës, tash e vazhdoj këtë në The Voice. Ja kom nisë me thonë që tash po du me vazhdu, her të këqyru sa largë shkoj. The Voice of Sweden, hala nuk ka filluar ato në Suedi, por kom qenë rastisht në Prishtinë, kur u kanë The Voice of Albania, edhe kom shku, e kom provu, tash ja ku jam këtu. Këto mas e kam kështu si andër, edhe andër e kom pas gjithë më ba e njofton të shqiptarët. Nëse kisha pas sukses normal këtu, kisha nesë nuk kisha këtë Suedi. Mbrëma, si quesh? Johona. Johona, sonte nuk jehove. Realisht, problemi kryesor për mua ishte, si thuash, boshloku i brëndshëm. Përpos disa problemeve intonative në refren sidomos, por kur thot Genci kjo, si thuash, kjo vullneti, kjo pak përtacia në këndim, duhesh pak më energjike, më mbushur brenda, frazat më vërv, më stil, më energjik, nuk mbrin kështu, kaq vakët. Kjo ishte arsyeja kryesore, son pak kjo vaktia, si të themi. Kështu që duhet të impenjohesh më tepër në këtë drejtim dhe të paraqitesh një herë tjetër. Se jo. Nëse. Qa prisnin e qa na doli, ha? Si e? Mirë shumë. Mërzite? Jo, qa shumë. Kam tjera shanca, së shanca e vetëm për mu.